ndërkaq vazhdojmë me informacione tjera. Lajmi i javës ka qenë samiti i NATO-s që është mbajtur në kryeqytetin e Turqisë në Ankara. Aty është zbuluar edhe një nga idetë më të mëdha të NATO-s, kur aleanca më e pushtetshme politike dhe ushtarake e botës do të rilindë në një farforme, do të riarmatoset, kjo nëpërmjet planit NATO 3.0. Për këtë plan strategjik ka folur vetë shefi i NATO-s, Mark Rutte. Tashmë kemi arritur targetin prej 4% këtë vit, që është diçka e mrekullueshme, dhe kjo jo vetëm për shkak të presidentit Trump, por edhe për shkak të kërcënimeve të Rusisë. Por le të jemi të sinqert, inkurajimi që presidenti Trump u ka bërë aleatëve europian dhe kanadas për të arritur këtë ka qenë vërtet ndihmuese dhe kjo po kryen punë. Është absolutisht e rëndësishme. Pra, një NATO shumë e fuqishme dhe një Europë shumë e fuqishme në një NATO të fuqishme, NATO 3.0. Ndërkaq një koqiri i samitit të madh të NATO-s, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka treguar për rëndësinë që ka qenë për Turqinë pra për Ankaran zyrtare mbajtja e këtij samiti të 32 shteteve anëtare të Aleancës Veriatlantike, ka treguar po ashtu edhe për pushtetin që po e merr Turqia në kuadër të NATO-s, po ashtu për aeroplanët special të cilët Turqia edhe do t'i prodhoj vetë dhe do t'i shes vendeve tjera anëtare dhe po ashtu mundësinë që të blejë avion special nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo për faktin se edhe presidenti amerikan Donald Trump, si një prej shteteve kryesore të NATO-s, ishte pjesëmarrës në samitin e Ankaras, kur dha konferencën përmbyllëse si një koqir i samitit foli edhe për Kosovën dhe po ashtu komandën e KFOR-it që e mban generali turk Ozgan Ulutash. Për 2 ditë ishte një koqir i liderëve të gjitha shteteve anëtare të Aleancës Veriatlantike. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, derisa e quan historik samitin e mbajtur në Ankara, foli edhe për rëndësinë e kontributit të ushtrisë turke në Republikën e Kosovës. Kjo nëpërmjet misionit paqëruajtës që NATO-ja e ka këtu KFOR-in, të cilin për herë të dytë e komandon generali turk Ozgan Ulutash. Do të vazhdojmë komandën e operacionit të NATO-s, KFOR-it në Kosovë, të cilën e marrëm në tetor të vitit të kaluar dhe do ta mbajmë deri në fund të shtatorit të vitit 2026. Po ashtu do të komandojmë forcën reaguese të Aleancës më 2028-2029. Erdogan shtoi se shteti i tij mbetet ndër kontribuesit kryesor në operacionet, misionet dhe financimin e përbashkët të NATO-s. Shtoi se avionët luftarak të Republikës Turke F-16 do të vendosen në Estoni, duke filluar nga muaji gusht si pjesë e misionit të policisë ajrore të Aleancës më të fuqishme ushtarake e politike të botës. Aktualisht ne komandojmë ushtrinë e dytë më të madhe të kësore të NATO-s. Për dekada të tëra, siguria e krahut juglindor të NATO-s i është besuar kryesisht vendit tonë. Sipas konfirmimit të vetë sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, samiti i radhës i Aleancës Veriatlantike do të mbahet verën e vitit 2027 në Tiranë. Mire, kontekstualizojmë gjithë të zhvillime në Aleancën Veriatlantike me Jeta Loshaj nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Ndërkaq nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, drejt për drejt lidhet Berat Shala, ekspert ushtarak. Mirë se vjen, zotri Shala. Mirë se vjen. Dhe nisim me juve, zotri Shala, si u duk kjo ide dhe kjo strategji e re e NATO-s për të prodhuar të ashtë të quajturën NATO 3.0? Po, çështja e NATO 3.0 në duhet të kuptojmë që nuk ka fillu diçka tani, domethënë është një studim që është bërë me kohë në sekretari i luftës për politika Kobi, autori i kësaj NATO 3.0, është çështja që domethënë kërkon distribuim të barës që është brenda shteteve të NATO-s. Kjo, siç e thash, kjo nuk është diçka e re. Këtë e kanë thënë disa herë edhe ish presidentët tjerë amerikanë, duke nisur nga Reagan e Nixon e më herët.
NATO, do ta kuptojmë që NATO 1.0 ishte gjatë luftës së ftohtë, ku kryesisht e kishte mbrojtjen dhe frenimin kryesor. Pastaj 2.0 ishte ajo ku NATO e fokusohej jashtë zonës së NATO-s në misionin paqëruese. Dhe tani me 3.0 SBA-ja dhe kryesisht SBA-ja kërkon që të rifokusohet ose rikthehet në misionin e vet origjinal të NATO-s, që është mbrojtja dhe frenimi. Po. Po, Mund të themi që është doktrinë amerikane apo jo? po nuk mund të them që është doktrinë amerikane specifik, por është rikthim në misionin origjinal të NATO-s, siç është bërë NATO-ja, domethënë në fillim për mbrojtje dhe frenim të kërcënimit rus, i cila u konfirmua edhe gjatë summitit në Ankara, që Rusia është një prej kërcënimeve afatgjate të Evropës. Domethënë kjo është kërkesë e SBA-ve që NATO-ja të rikthehet në misionin origjinal të vetit të mbrojtjes dhe frenimit ose friksimit, deterrence në anglisht që i vjen. Përveç kësajna, domethënë SBA-ja kërkon që Evropa të merr përgjegjësitë e veta të mbrojë Evropën. Domethënë mos të mbështetet kryesisht në kapacitetet e SBA-ve, por të liroj SBA-n që të ofrojë vetëm kapacitete të fokusuara, siç i quhen ajo, në aspektin e inteligjencës, në aspektin strategjike, domethënë të hapësirës e tjera. Unë mendoj që në aspektet e doktrinor, NATO 3.0 i ka 3 pika kryesore, domethënë kalimin nga inputet dhe synime në aftësi dhe forcat të gatshme, nga misione jashtë zonës që e përmenda, jashtë zonës së NATO-s, të misione paqëruese në misione të mbrojtëse dhe të frenimit, dhe distribuimin e barës dhe përgjegjësisë dhe komandës, ku tashmë generalet evropianë veç i kanë marrë 3 komandat regionale, siç është ajo në SBA në Norfolk, në Napoli dhe në Brunson, ku ka marrë Gjermania në këtë rast. Dhe zoti Shala, po mbes edhe pak të ju, me qenë se e përmendet këtë NATO 1.0 që nga lufta e ftohtë dhe po lidhe me deklaratën që e dëgjuan paraprekisht të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, se ka qenë presidenti Donald Trump në njërën anë dhe po ashtu kërcënimet e Rusisë në anën tjetër që e kanë shtyrë NATO-n të riformatohet dhe të kaloj në këtë fazë të re, të cilën edhe ai vetë quajti NATO 3.0, që Evropa të jetë më e fuqishme, pra në një NATO më të fuqishme. Pse duhet të pritej Amerika në këtë rast, më saktësisht presidenti Amerikan Donald Trump, me qenë se është përmendur emri i tij i përveçëm dhe jo Shtetet e Bashkuara të Amerikës në përgjithësi, që Evropa t'i hapte sytë dhe të niste të aktivizohej kundrejt kërcënimeve të Rusisë që tash po përmenden? Lufta në Ukrainë domethënë i ka hap rrugë shumë aspekteve. Domethënë duhet ta kemi parasysh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë edhe prioritetin në Pacifik, ku dëshirojnë të lirohen kapacitetet e veta që i ka në Evropë në mënyrë që t'i orientojë drejt Pacifikut, ku e ka edhe kërcënimin ose sipas strategjisë kombëtare të vet, domethënë garën kryesore ka me Kinën, përderisa Rusinë e sheh si kërcënim akut. Përderisa për Evropën, Rusia është kërcënim afatgjat dhe kërkon që Evropa të merr përgjegjësitë e veta dhe të mbrojë vetveten, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm të ofrojnë kapacitetet mbështetëse strategjike për Evropën. Por gjithsesi duhet të theksoj që në kuadër të summitit NATO-s u ritheksua edhe herë konfirmimi i Nenit 5, të mbështetjes domethënë të Nenit 5, u konfirmua që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë aty për aleatët e evropian, mirë po kërkoj më shumë përgjegjësi, më shumë barë, të shpërndahet bara që mos bie bara kryesore mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po. Dhe zonja Loshaj e ka shkundur në një farforme, sidomos shtetet evropiane që janë të fuqishme në NATO, si që është Gjermania, Franca dhe të tjera, kjo ide për NATO 3.0, për shkak se Gjermanët, kancelari Merz, thashtë se Gjermania po e kryen punën e vetë sa i përket harxhimeve për mbrojtjen. Po, mendoj se ka qenë një lloj këndelljeje për gjithë Evropën, se qasja jo konvencionale apo kontraversa deri diku e presidentit Trump thret për një qasje më proaktive për Evropën që të marrë përgjegjësinë për vetë territorin e saj, si dhe për autonominë strategjike, që është një koncept që është diskutuar
qysh prej fillimit të luftës së plotë në Ukrainë në vitin 2022, por Evropa prap ka dështuar ta marrë mesazhin që një administratë e re në SBA, siç është ajo e Trump, e ka seriozisht sa i përket çështjes së ndarjes së përgjegjësive, apo siç e përmendi zotri Shala, kjo burden sharing apo burden shifting, domethënë ndarja apo rindarja e barrës së sigurisë. Dhe në bazë të kësaj, sidomos për shkak të ashtu siç e quajnë në Evropë Simultaneity Challenge, sfida e të ballafaqohurit me disa kriza njëkohësisht, kjo ka thirrur për një ndarje më të qartë të përgjegjësive të Evropës dhe të SBA-s. Domethënë kjo ndarja transatlantike po shihet shumë më qartë në këtë vit. SBA do të fokusohen më shumë në parandalimin bërthamor dhe në mbrojtjen konvencionale, si dhe në rajonin e Indo-Paqësorit, kurse Evropa do të marrë më shumë përgjegjësi vetëm për çështjet që shqetësojnë vetë, siç është lufta në Ukrainë, edhe pse edhe aty ka bashkëpunim, siç e pam në këtë summit të kësaj jave. Po, dhe çfarë roli luan Turqia, për shkak se ishte një koqire e summitit të madh, po ashtu presidenti Erdogan i dha ato idetë edhe sfidat mbase që i ka NATO-ja, por idenë e fuqisë që ka Turqia brenda NATO-s, të cilën e theksoi disa herë, sidomos në konferencë kur ishin të pranishëm më shumë se 500 gazetarë. Po mendoj, Turqia qysh prej fillimit të luftës së plotë në Ukrainë ka tentuar të marrë një rol facilitatore apo ndërmjetësuesi mes Ukrainës dhe Rusisë, dhe samiti i këtij viti e ka dëshmuar që për shkak edhe të pozitës gjeografike që ka, mund të shërbejë një lloj ur lidhse apo ur komunikimi mes sfidave që ndodhen mes komunitetit euroatlantik, po edhe lindjes së mesme. Kështu që mendoj që qasja e Turkisë në këtë rast ka qenë goxha pragmatike, po është përkthyer mirë edhe në raportet me presidentin Trump. Më thonë, mendoj që mesazhi saqë ishte pozitiv përveç Spanjës, ky summit, do të thonë sa i përket presidentit Trump, rezultoi që ka pasur, janë tejkaluar ndoshta disa sfida, është kuptuar mirë se ku duhet të qëndrojmë në vitet e ardhshme. Kështu që edhe Turqia ishte luajti një rol konstruktiv në këtë rast të thoja. Dhe apo atë shpresën basi sepse ka pasur analiza të pritshme dhe pritshmëri të mëdha në fakt nga Turqia se do të marrë një ripozicionim në brenda Aleancës Veriatlantike si vend prej, pra konsideroj që meqense ky summit po mbahej 22 vite pasi që ishte mbajtur një herë po në Turqi në vitin 2004 në fakt, NATO po shikon që ta pozicionoj Turqinë shumë më lartë në hierarkinë dhe në vendet që kanë rëndësi më të madhe brenda për brenda aleancës. Pra, a ka shpresë se kjo mund ndodhë apo ati mesazhe, sinjale të tilla? Unë e shoh më shumë si një lloj jo ristrukturimi, po ndarje të përgjegjësive në mënyrë më proporcionale. Dhe këto nuk hyn vetëm Turqia, po edhe Gjermania, Franca edhe shtetet e tjera të NATO-s që luajnë rol kyç, gjithmonë duke i lejuar hapësirën të cilën Trumpi ka leverdin, në fakt jo leverdin, po e ka luksin që ta menaxhojë ashtu siç dëshiron ai. Kështu që për Turqinë, sidomos edhe në rastin e Kosovës, po e shohim një rol ndoshta më proaktiv, sidomos nëse ky rishikimi 6 mujor për cilin ka paralajmëruar SBA-ja që do të bëjë ndoshta edhe tërheqjen e disa trupave në BE, duke lënë më shumë hapësirë Turqisë, mendoj që këto po e shohim duke u materializuar si diçka që ka paralajmëruar administrata Trump. Dhe zotri Shala, flasim pak për kontekstin e shteteve të cilat duan të antarësohen në NATO. Rasti i Republikës së Kosovës është një nga synimet strategjike të gjitha partive politike, por duket se rruga për në NATO po duket se do të jetë shumë e vështirë. A e vështirëson apo e lehtëson synimin e Kosovës për të antarësuar në NATO, ky plani NATO 3.0 dhe po ashtu edhe optimizimi i trupave të KFOR-it në Kosovë që thuhet se do të nisë në fillim të vitit të ardhshëm, që i bjen zvoglimi i trupave të KFOR-it. NATO-ja 3.0 në aspektin e zgjerimit duhet të theksoj një aspekt që në Ankara nuk u konfirmua zgjerimi. Që nënkupton që një farforme zgjerimi i NATO-s është pauzuar një formë apo tjetër. Për momentin nuk ka ndonjë plan të zgjerimit të NATO-s. Duhet të kemi parasysh edhe cila është rrugtimi apo rruga që duhet të shtetet të ndjekin në antarësimin NATO. Ne kemi disa
Ne kemi disa pengesa të cilat mund t'i quaj ashtu, do të janis prej 5 shteteve mosnjose. Ajo është një prej portave të cilat duhet të kalojmë. Porta tjetër të cilat duhet të kalojmë, domethënë është edhe aspekti i institucional, pjesëmarrja në PFP, pjesëmarrja në Membership Action Plan, e tjera, të cilat marrin kohë. Unë nuk i kisha qujtë që NATO 3.0 e vështirëson antarësimin e Kosovës në NATO. Mirë po Kosova duhet të ketë një strategji ose një qasje pak më ndryshe për antarësimin në NATO. Unë gjithmonë imponi thare asaj nëse ne duhet të kryjmë detyrat tona të shtëpisë, në mënyrë që t'i krijojmë institucionet tona, reziliencën tonë brenda Kosovës, në mënyrë që kemi partneri besueshëm edhe kur vjen koha për antarësimin në NATO, kemi çka të ofrojmë. Mos bëhemi barë e NATO-s. Mos shkojmë të antarësohemi në NATO dhe të bëhemi barë e NATO-s. Por të ofrojmë kapacitetet tona me aq mundësi sa kemi dhe të ofrojmë kapacitetet të cilat janë të vlefshme për mbrojtje dhe frenim ose friksim në NATO. Prandaj unë mendoj që tash Kosova duhet të rishikojë qasin ndaj NATO-s dhe të fokusohet më shumë në zgjerimin e marrëdhënieve bilaterale me shtetë, sidomos me shtetë bashkuara të Amerikës, me Britaninë e Madhe, Gjermaninë, Turqinë e të tjera, të fokusohet në një angazhim pak më të theksuar në parlamentin e NATO-s, merr pjesë më aktive në aktivitetet e NATO-s, duhet nisë në trajnime, në shkollime, në gjitha ato të cilat nuk paraqesin ndonjë pengesë nga shtetet mosnjose. Dhe pastaj kur t'i kemi këto kapacitet, Me qenë se po e vazhdoni mendimin, kisha edhe një pyetje tjetër në kuadrët e asaj që përmendet ju, zoti Shala, mos përmendjen e zgjerimet, as në aspektin e PFP-s. A duhet t'i ketë mbasi syt Republika e Kosovës drejt Shqipërisë, ku do të mbahet samiti i radhës i NATO-s, të paktën që t'jetë antare partneritetit për paqe? Gjithsesi, domethënë këto takimet duhet të ndodhin gjatë gjithë kohës, në mënyrë që kur ndodh të samiti i NATO-s në Shqipëri, ne të jemi gatshëm edhe jo vetëm të jemi mysafir apo vetëm të dukemi në atë samit, por të kem diçka konkrete të diskutohet dhe të formalizohet gjatë atij samiti. Domethënë, kjo periudhë nga tash deri në vitin e ardhshëm duhet të shfrytëzohet që të diskutojmë dhe të kemi një qasje pak më konkrete rreth aspektit se si të qasemi në PFP dhe mekanizme tjerë, por gjithsesi, siç e përmendet, duhet të kemi parasysh që kemi 5 shtete mosnjose, të cilat paraqesin pengesë në antarësimin e Kosovës, qoftë në PFP apo dhe në mekanizme tjerë të NATO-s. Po, dhe zona jetë tash ideja e antarësimit në partneritet për paqe, ka parti politike si që është Alianca për Armërinë e Kosovës, e cila ka thënë se kjo është ide e maqshme, duhet mu hek fare prej ide strategjike që Kosova të antarësohet në NATO, por duhet drejt për drejt të shkoj. A ka mekanizma që mundet ta lehtësoj këtë antarësimin ose ide në antarësimit drejt për drejt të Kosovës, pa u antarësuar për shembull në partneritet për paqe, ku mos të harrojmë janë antar edhe Serbia edhe Bielorusia? Po edhe Bosnia-Hercegovina, në qofse nuk gaboj. Ne në Qendrën Kosovare për Studimet Sigurisë, kohët fundit e kemi publiku një volum ku lobojmë ku avokojmë për Enhanced Cooperation Initiative. Dhe më thonë është një iniciativë ku mund të bashkëpunohet qoftë në mënyrë bilaterale apo trilaterale apo me më shumë shtetet të NATO-s, ku mund të ofrojmë kapacitetet tona, qoftë për në parandalim të krizave apo diçka të tillë. Ka edhe metoda të tjera, ndoshta bashkëpunim përmes me BE-n, të cilët tashmë e kanë paralajmëruar një projekt që është Military Mobility, domethënë mobilitet ushtarak, ku kërkohen më shumë udhë tranzitore për të bartur misione të ndryshme, ku Ballkani Perëndimor apo vetë Kosova mund të kontribuante, që do të ishte një çështje ndoshta më pak sensitive. Dhe mendoj që nëse shteti i Kosovës do të ofrohej si ndihmë me projekte të tilla, ndoshta mund të shpjente në partneritet për paqe, po unë personalisht nuk mendoj që mund të bëhet partneritet, antarësimi direkt pa partneritetin për paqe. Përveç nëse mundet me u shfaq kjo nevoja gjeopolitike, urgjenca gjeopolitike siç ndodhi me antarësimin e Suedisë dhe Finlandës, po prapë duke i pa
prioritetet konkuruese të BE-s të NATO-s për momentin, e sidomos duke para pa disa kriza që mund të ndodhen deri në fund të dekadës, nëse Rusia vendos të sulmojnë ndonjë nga shtetet baltike, atëherë fatkeqësisht rajoni Ballkanit Perëndimor, sado që është target i sulmeve asimetrike, ndoshta e luftës jo konvencionale, prapë nuk duket se jemi as prioritet, por mbesim periferi. Në samitin Nëse mund të shtoj vetëm një aspekt Po, ju lutem. pajtohem me zonin Loshe për aspektin e enhanced cooperation. Edhe në kuadër të FSK-s ka ekzistuar dhe ekziston ende një marrëveshje me NATO-n që u kon bashkëpunimi i shtuar i FSK-s me NATO. Mirë, po duhet të ritheksoj edhe një herë që për shembull, kriteret për antarësim në NATO të vitit 1995 nuk e përmendën asnjëherë çështjen e pjesëmarrjes së diçka. Do thotë mund të shmangët kjo si detyrim, të themi kështu. Mund të shmangët ky si detyrim. Domethënë këto janë mekanizma të cilat janë krijuar në mënyrë që shtetet të i bëjnë standardet të cilat NATO-ja i kërkon. Mirë, po ne duhet ta theksojmë që FSK-ja dhe Kosova po ndërton forca me standardet të NATO-s që nga fillimi. Domethënë ne mund të futemi në NATO në mënyrë direkte. Janë ata mekanizma të tjerë, sikurse është funksionimi demokratik i shtetit, trajtimi i drejtë i minoriteteve, zotimi i zgjedhjeve të konfliktit në mënyrë paqësorë, aftësia kontributit NATO, marrëdhëniet civile ushtarake, domethënë këto janë kriteret të cilat 95-ni ka përcaktuar shteti NATO-s për antarësim. PFP është mekanizëm për arritjen e standardeve të NATO-s. Dhe po e thoja në fillim që në 2024 ishte mbajtur samiti në Washington, ishte pjesëmarrëse presidenti atëhershme Vjosa Osmani. Pastaj kishim samitin e NATO-s në Hag në vitin 2025, një nga samitet më të rëndësishme për aspektin historik, ku në margjinat e këtij samiti merrte pjesë ministri i mbrojtjes së Republikës së Kosovës dhe është pikërisht ky ministër i mbrojtjes tashmë në detyrë, zotri Maqedonci, i cili dje tha se Kosova ka qenë e ftuar në një farforme në samitin e NATO-s, në margjinat e këtij samiti, por kanë vendosur që ushtruesja e detyrës së presidentes të mos shkojë. Ta dëgjojmë, ta ndjekim pra deklaratën e Maqedonisë, pastaj edhe kthehemi ta kontekstualizojmë. Po dihet që Kosova nuk është antare e NATO-s dhe janë 32 vendet e NATO-s, cilat janë të obliguara dhe të ftuara që të jenë pjesë e samitit të NATO-s, si dhe në rastet veçanta ftohen vende partnere për cilat lidhet fokusi i vetë samitit. Po në këtë samit nuk ka qenë fokus kryesor i diskutimeve Ballkanit Perëndimor, kanë qenë tema të tjera dhe kjo është edhe arsyeja pse asnjë vend tjetër jo antar i NATO-s nga Ballkani Perëndimor nuk është ftuar në të jetë pjesë e atij samiti. Pra asnjëherë po e thekse njerë Kosova nuk është ftuar të jetë pjesë e samitit NATO-s. Në margjinat e këtij samiti, e thash vitin e kaluar është ftuar ish presidenti Osmani, si vjet është ftuar ushtruesja e detyrës së presidentit. Po ne kemi diskutime të vazhdueshme me zonë Haxhiu për pjesëmarrjen tonë në aktivitete të ndryshme që ndërlidhen me NATO-n, me ushtrinë, me mbrojtjen. Në këtë rast besoj që ka qenë agjenda e saj që ja ka pamundsuar. Ka diçka më të rëndësishme se pjesëmarrja në këtë lloj qoftë edhe margjinat e këtij samiti ka të rëndësishëm global? Po kjo është një aktivitet i veçantë që organizohet nga një organizatë që është Këshilli i Atlantikut, që ka kërkuar ftesa ka qenë për një takim, për një ditor, mund të themi një darkë të përbashkët, një round table, dhe unë vlerësoj që duke mos qenë pjesë e diskutimeve të samitit, duke qenë vetëm në margjinat të saj, është vlerësuar që të mos jetë pjesë e ndoshta atij round table, atij aktiviteti që është realizuar. Zoti Shala përmendet vetëm pak minuta më herët pasi vizimin që nuk duhet ta tregojë Kosova karshi çfarë do teme që e lidh në këtë rast edhe me NATO-n që e ka synim dhe dua të di një këndvështrim nga ana juaj se çka humb Republika e Kosovës nëse marr pjesë në një samit të NATO-s, në margjinat të një samiti të NATO-s, edhe nëse nuk është temë. Mbase kemi çka të mësojmë si shtet edhe nga temat e tjera se do të përfshihemi herë do kur po të jemi pjesë e aleancës. Kosova nuk hup asgjë nëse merr pjesë në
margjinat e takimeve të NATO-s. Përkundrazi, unë mendoj që fiton. Spaku, emri dhe flamuri i Kosovës duket në mesin e shteteve anëtare të NATO-s dhe Se po nisem, ndjes, se u nisa nga kjo deklarata e fundit që nuk ka qenë temë diskutimi Kosova dhe për këtë arsye nuk ka marrë pjesë si vend. Pra, do t'ishte rrugës apo jo që të marrë pjesë nëse është ftuar Republika e Kosovës edhe nëse nuk ka qenë pjesë diskutime? Mendoj është vendimi i qeverisë aty dhe ata i blojnë vlerësimet e veta në aspektin se çka dhe si e shohin të arsyeshme, por prej perspektivës strategjike mendoj që është arsyeshme të jetë prezent dhe të diskutohen temat për Kosovën, të e pas parasysh, domethënë që NATO 3.0 e ka fokus orientimin drejt NATO-s dhe zvoglimin e misioneve paqësore, ku dashtëm apo s'dashtëm Kosova do të preket nga ky vendim dhe veç është marrë vendimi që KFOR-i të reduktohet ose siç e quhet më herët optimizimi i forcave. Prandaj çështja e prezencës aty nuk do të ndikonte në mos reduktimin e KFOR-it, por ndoshta do të ndikonte në një qasje ose strategji dalëse të KFOR-it dhe ndikimi i marrjes së përgjegjësive nga ana e Kosovës dhe diskutime të tilla. Unë gjithsesi duhet të jemi pjesë e diskutimeve të reduktimit të KFOR-it, duhet të jemi pjesë e diskutimeve në aspektin se cilat përgjegjësi do t'i marrim ne si Kosovë. Kur KFOR-i i redukton ato përgjegjësi. Do e mos ne do të jemi bartësit kryesor tani e tutje për çështjet e sigurisë, Policia e Kosovës, Forca Sigurisë Kosovës dhe elementet të tjera. Kjo për perspektivës tame domethënë kjo o dasht mu kon prezent dikush, nëse jo presidente, dikush o dasht mu kon prezent edhe mu kon pjesëmarrës në margjinat e NATO-s. E dëgjuam ministrin e detyrë maqedonësi, i cili thotë se ushtrusja e detyrës së presidentes e ka për shkak të agjendës nuk ka marrë pjesë në margjinat e një samiti kaq të rëndësishëm. Mendoj që cila do që të ketë qenë arsyeja mos pjesëmarrjes, do të kishte qenë me rëndësi të merrnin pjesë qoftë edhe në mënyrë deklarative edhe nëse nuk kemi një rol si folës apo diçka proaktive në summit, po prapë se mendoj se janë disa hapësira ku Kosova veç se po merr pjesë, jo vetëm kjo marrëveshja me Kroacinë dhe me Shqipërinë, po është edhe iniciativa e Komisionit Evropian Rearm Europe. Po, mirë po flasim për kontekstet e samitit të NATO-s, do thotë mos pjesëmarrjen. Mos pjesëmarrja, mendoj që mbetet përgjegjësi e cilës do qeveri, po prapë se mendoj që ka apo duhet të ketë komunikim të vazhdueshëm me cilin do aleat për të çuar përpara interesat tona sa i përket asociimit me çfarëdo iniciative për NATO-n. A do t'jetë, zotë Shala, realiste të pritet që Republika e Kosovës të jetë shumë afër NATO-s dhe të mbetet vetëm garancia ose mbase njoja e Republikës fillimisht nga 4 vendet mosnjohëse që janë edhe pjesë e Aleancës Veriatlantike, pra deri në vitin 2028 përfundon tranzicioni, plani 10 vjeçari tranzicioni të Forcës së Sigurisë së Kosovës, të cilën ju e përmendet që nga fillimi se gjithçka ka shkuar në raport dhe në një linjë me të gjitha standardet e NATO-s. A do t'jetë e gatshme Kosova që t'i kryejë të gjitha detyrat në aspektin ushtarak dhe nga viti 2028 e tutje të pres vetëm njojat dhe zhvillimet e tjera politike në këtë rast? Shkurt, nuk është kjo bardhë zi, nuk ka të bëjë me a është Kosova e gatshme në 2020, a do t'jetë e gatshme në 2028 apo jo. Duhet të lexojmë edhe deklaratat e generalit të komandantit suprem të NATO-s për çështjet e reduktimit të forcave ose optimizimit të forcave, ku thotë që ne rezervojmë të drejtën të kthehemi mrapa nëse kushtet në terren e kërkojnë ashtu. Domethënë, edhe pas reduktimit ose zvogëlimit të trupave, ai e karakterizon këtë optimizim të forcave tu bazuar në kushtet në terren, që Kosova është stabile dhe nuk ka nevojë të kemi një forcë aq të madhe të KFOR-it në Kosovë, po në rast se kërkohet, domethënë jemi të gatshëm që të riaktivizohemi dhe riintervenojmë.
Ndërsa sa i përket kapaciteteve të Kosovës, unë mendoj që Kosova edhe sot është e gatshme të merr përgjegjësi të zgjeruara të sigurisë, duke nisë domethënë edhe në aspektin e zbatimit të ligjit, po edhe në aspektet e mbrojtjes nga vetë forca e sigurisë e Kosovës. Unë kam shërbyer në forcë sigurisë Kosovës për më shumë se 20 vite dhe di që domethënë kapacitetet janë aty. Edhe ka kapacitet edhe në aspektin e mbrojtjes, edhe në aspektin e sigurisë, edhe në aspektin e mbështetjes të autoriteteve civile në mbështetje të misionit të ruajtjes dhe paqes në Kosovë. Po. Zotëri Shala, ishte kënaqësi që ishit në magazinën informative të së dielës. Kënaqësi ishte ime, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit dhe për fund, zonja Loshaj, t'ju pyes për një çështje ku ju keni ekspertizë. Gjykata e lartë në Suboticë të Serbisë u ka caktuar masën e paraburgimit 2 personave, të cilët janë shtetas rus, dhe si pas gazetës gjermane Bild, bëhet fjalë për agent rus një përdorimësh, të cilët dyshohet se planifikonin të vendosin lëndë shpërthyese në Gjermani. Do thotë kjo është raportim ekskluziv i gazetës Bild, ndërkaq sipas këtij raporti të publikuar në muajin korrekt, në valizhin e të dyshuarve është gjetur lëndë shpërthyese, por se nuk është e qartë se cili ishte objektivi i planifikuar për sulm në Gjermani, ndërkaq këta 2 rusët, do thotë spion një përdorimësh, janë arrestuar në muajin qershor në kufirin mes Republikës së Serbisë dhe Hungarisë, përderisa ministri federal i punëve të brendshme të Gjermanisë Aleksandar Dobrindt deklaroi në qershor se shërbimet gjermane të sigurisë kishin parandaluar një sulm me lëndë shpërthyese që kishte në shënjestër Gjermaninë, duke shtuar se bëhet fjalë për një rast tepër konfidencial. Çka do të thotë agent rus një përdorimësh? Mendoj që është një nga metodologjitë e playbook apo vetë librit të Rusisë për të shtruar ndikimin e saj, qoftë në formë të sabotimit, apo në çfarëdo forme ku krijon jo stabilitet. Dhe mendoj që vetë fakti që janë gjetë në kufime mes Serbisë dhe Hungarisë tregon që targeti si hapësirë e sigurt për shumë qoftë edhe disident, por edhe për krahas të Putinit, vazhdon të jetë Serbia. Dhe përveç kësaj, kjo do të thotë që jo vetëm shtetet e Ballkanit Perëndimor që janë më fragjile, më të brishta sa i përket ndikimit rus, edhe atij kinez, as shtetet e perëndimit nuk janë as pak imune sa i përket kërcimeve të tilla që vijnë nga Rusia.